Ullu bia ime. Martesa e Muhamedit me Hatixhen, sikur e liroi atë nga barra e jetesës, sepse Hatixha ishte shumë e pasur në Mekë. Mirë po Muhamedi, duke i pas të mirat prej xhaxhait e tij Ebu Talibit, kërkoi që ta merrnin Aliun e vogël dhe ta rrisnin bashkë. Dhe Hatixha pranoi dhe ata tash e morën Aliun e vogël edhe e dunin njësoj si t'ishte biri i tyre. Tani Muhamedi kishte më tepër kohë që ti përkushtohej jetës së tij, lutjeve të tij. Dhe kështu, gjatë ditëve, ditën e kalonte në Qabe. Sillej rreth Qabes, bënte lutje dhe thoshte o Zot më ndihmo. Dhe e dinte se ka vetëm një Zot. Po dëshproi kur hynte mbrenda dhe shihte shumë idhuj. Kishte thuja mbi 360 idhuj, punuar kam thënë, nga druri, nga argjili, cilët kishin vesh, kishin sy, kishin duar, kishin këmbë, po nuk mund të bënin as një veprim, sepse ata nuk shihnin, nuk dëgjonin, nuk ecnin. Atëherë Muhamedi ju drejtoi arabëve, idhujtar, dhe ju thoshte, a e dini çka janë këta? Bile kishte përdorur edhe një fjalë, çka janë këta cunga? Këta cunga u përgjigjeshin arabët janë zotët tonë. Atëherë Muhamedi e dinte se ata janë gënjeshtarë. Ata nuk din më tepër, prandaj janë dhënun për idhuj të cilët thash nuk flasin. As nuk mund t'i bëjnë mirë, as keq kujt. Dhe pastaj Muhamedi kthehej në shtëpi, pushonte dhe mendonte gjatë. Dhe ndonjë ditë largohej edhe nga Meka. Largohej dhe ngjitej në male atje. Edhe në mbrëmje atje shikonte qiellin, shikonte yjet, shikonte tokën. Të gjitha këto, thoshte, i ka punuar një krijues, të cilët ne duhet t'i lutemi. Prandaj ishte tejet i hidhruar me popullin e vet, se e dinte se ata ishin në një rrugë të gabuar. Po më shumë hidhrohej, bile edhe i pikonte zemra lot gjaku, kur i shihte arabët duke pirë alkohol, të cilët deshin, çmendeshin nga deja, bënin punë të liga, pastaj jepnin fajde të mëdha të cilat vërtet i dërgonin në imoralitetin e tyre. Prandaj Muhamedi nuk ishte i kënaqur me këta njerëz. Bisedonte me Hatixhen. Bisedonte për këto
imoralitetet e popullit të tij. Dhe shpesh përsëri largohej nga shtëpia dhe ngjitej në malet e Mekës ndonjëherë edhe me Hatixhen. Mirë po është me rëndësi se një ditë në Ramazan, kur i bëri 40 vjet, shkoi në shpellën e Hira dhe aty e zuri gjumi. Duke fjetur i erdhi një thirrje: Muhammed! Ai sikur u zgjua nga gjumi dhe shikoi. Thirrja erdhi përsëri dhe i përshpëriti: lexo. Muhamedi përsëri ishte i habitur. Zëri i tha dhe një herë: lexo. Muhamedi u përgjigj: nuk di të lexoj. Herën e tretë përsëri zëri me laçës i tha: lexo. Atëherë Muhamedi sikur u kthjell pak dhe i tha: çka të lexoj? Lexo, tha, me emrin e Zotit tënd. Lexo dhe mëso. Atëherë Muhamedi dolin nga shpella të shite kush ishte. Dhe të dera shpellës, Gjebraili ju drejtua me këto fjalë: tha, unë jam me laqja e Perëndis dhe jam i dërguar të të them që të mësosh, të lexosh në emrin e Zotit tënd, i cili krijoi njeriu nga një pikë uji. Përsëri Muhamedi ishte i habitur, po njëkohësisht edhe i trenditur. Atëherë me laqja i tha: se ti je i zgjedhur dhe Zoti ka zgjedhur profet që ta udhëzosh popullin tënd në rrugën e mbar, se unë edhe para teje ju kam përshpëritur profetëve tjerë si Musës, Ibrahimit, prandaj kësaj radhe ti je profeti i fundit. Aty ata u ndanë. Muhamedi zbriti poshtë në shtëpi. Dhe kur arriti në shtëpi, e thirri, tha: mbulomni, se dridhej. E shoqja deshti ta pyeste, po kur e pa në atë gjendje, në çfarë gjendje ishte, e mbuloi dhe tha: do ta pyes pak më vonë. A e sheh bija ime se sa rëndësi të madhe kanë këto fjalë që ju kanë drejtuar nga Perëndia profetit Muhammed: mëso, lexo. Pra, edhe ti duhet të mësosh, të lexosh, studiosh. Edhe kur shkon në shkollë,
dhe do t'i kryesh këto, unë do t'jem i kënaqur me ty. Sepse vetëm duke mësuar, vetëm duke lexuar, e kryejm amanetin e Perëndis, e cili përmes Gjibrailit i thot Muhamedit se Perëndia ka udhëzuar që me pend të shkruan dhe të mësohen dhe të lexohen mendimet për të mirën e njerëzimit. Këto nuk duhet t'i harrosh asnjëherë, bija ime.